Thjesht shfaqja e konfliktit të interesit nuk është në vetvete diçka negative. Gjatë punës së tij, secili zyrtar publik mund të hasë në situata të konfliktit të interesit, përkatësisht në situata kur interesi i tij apo i të afërmve të tij është prezent në çështjen zyrtare në të cilën ai duhet të vendosë. Por, nëse thjesht shfaqja e konfliktit të interesit nuk është diçka negative, shkelja ndodh në rastet kur konflikti i interesit nuk identifikohet, nuk raportohet dhe nuk shmanget. Sa i përket identifikimit të konfliktit të interesit, në sesionin paraprak të këtij moduli trajtuam 3 format e konfliktit të interesit, e që ishin konflikti real i interesit, konflikti potencial i interesit dhe konflikti në duke i interesit. Në çështjet zyrtare, zyrtari publik duhet të identifikojë nëse i njëjti ka një interes privat në çështjen në të cilën duhet të vendosë. Sipas ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, interesi privat i personit zyrtar nënkupton çfarë do përparësie për personin zyrtar, familjen e tij, të afërmit, mesht dhe personat apo organizatat me të cilat ai ka pasur apo ka marrëdhënie afariste. Ligji po ashtu e ka definuar edhe përfitimin e padrejtë si çdo pasuri dhe përfitim të padrejtë, material ose jo material. Kështu, interesat private mund të jenë pasurore, për shembull fitime apo humbje financiare apo materiale, dhe jo pasurore, si marrëdhëniet personale, familjare apo marrëdhëniet e tjera. Si personi afërm me zyrtarin, konsiderohet bashkëshorti ose personi që bashkëjeton, të afërmit në vit të drejtë të gjakut pa kufizim, të afërmit në vit të tërthor deri në shkollën e 4, adoptuesi i adoptuari i afërmi në gjini të kryqësisë deri në shkollën e 2, si dhe çdo person fizik apo juridik i cili ka pasur ose ka një lidhje të përbashkët interesi privat pasuror ose jo pasuror me zyrtarin. Për qëllimet të këtij ligji, edhe personi juridik konsiderohet si person i afërm. Një aspekt tjetër me rëndësi lidhur me identifikimin e konfliktit të interesit është vendimarrja. Ajo se çfarë nënkupton vendimarrja. Sipas ligjit, vendimarrja paraqet çastin e fundit të procesit vendimarrës, gjatë të cilit vendoset përmbajtja përfundimtare e aktit apo kontratës. Por, për qëllime të identifikimit të konfliktit të interesit, vendimarrja paraqet edhe ato çaste paraprake të vendimarrjes, të cilat janë thelbësore dhe përcaktuese, në të cilat pjesëmarrja, ndikimi dhe qëndrimi i zyrtarit përcaktojnë përmbajtjen përfundimtare të aktit apo kontratës, si dhe çdo veprim i zyrtarit në ushtrimin e funksionit publik. Kështu, me rastin e identifikimit të konfliktit të interesit, zyrtari publik duhet të shmanget nga pjesëmarrja në secilën fazë të procedurës, dhe jo vetëm në momentin përfundimtar të vendimarrjes. Kështu, nëse një zyrtar publik ka marrë pjesë në procedurën administrative në një çështje administrative ku ka interes privat, i njëjti nuk e ka shmangur konfliktin e interesit edhe nëse vendimi përfundimtar nuk është marrë nga ai. Siç u elaborua në sesionin paraprak të këtij moduli, ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik ka përcaktuar ndalesa të ndryshme për zyrtarët publik. Megjithatë, ndalesat e përcaktuar me këtë ligj nuk janë të njëjta për gjithë zyrtarët. Andaj, me qëllim të leximit adekuat të ligjit, është e rëndësishme të sqarohet edhe terminologjia që përdor ligji. Nëse ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik përdor shprehjen person zyrtar, atëherë nënkuptohet se kemi të bëjmë me personat e zgjedhur ose të emëruar në një organ shtetëror, si dhe personat zyrtar të përcaktuar sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Por, në shprehjen person zyrtar nuk përfshihen zyrtarët e lartë. Ndërsa,
Në rastet kur ligji përdor shprehjen zyrtari i lartë, atëherë kemi të bëjmë me të gjithë zyrtarët e lartë të listuar në nenin 4 të ligjit numër 8 thye për L viz 108 për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave. Ndërsa, në rastin kur ligji përdor termin zyrtar, atëherë kemi të bëjmë me të gjithë zyrtarët publik, duke përfshirë edhe zyrtarët e lartë. Duke u bazuar në dispozitat e ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, në secilin rast, zyrtari publik duhet të identifikojë nëse në një çështje ka ose jo konflikt të interesit. Çdo zyrtar gjatë ushtrimit të funksionit të tij publik, në bazë të njohurive të tij dhe në mirëbesim, detyrohet që të bëjë vetë deklarimin paraprak, rast për rast, të ekzistencës së interesit të tij privat ose të personave të afërm me të, lidhur me vendimarrjen në një çështje të caktuar, që mund të bëhet shkak për lindjen e një konflikti të interesit dhe të tërhiqet nga kjo vendimarrje. Në rast se zyrtari ka dyshime apo konstaton se konflikti i interesit ka lindur ose mund të lindë, ai duhet të këshillohet dhe ta informojë sa më parë udhëhecin e drejt për drejt apo organin udhëheqës. Gjatë kësaj kohe, zyrtari duhet të pezullojë të gjitha veprimet që ndërlidhen me këtë çështje, deri në vendimin përkatës në lidhje me rastin. Nëse edhe udhëheci i institucionit ka dilema nëse në një rast konkret ekziston ose jo konflikti i interesit, atëherë i njëjti i drejtohet Agjencisë për parandalimin e korrupsionit. Përpos zyrtarit, çdo person që ka njohuri apo dyshim të arsyeshëm për konflikt interesi të ndonjë zyrtari, duhet të lajmërojë institucionin punëdhënës të zyrtarit apo Agjencinë për parandalimin e korrupsionit. Personi që ofron informata të bazuara për rastet e konfliktit të interesit gëzon mbrojtje në pajtim me ligjin. Por, si veprohet në rastet kur zyrtari publik ka një interes privat në një çështje zyrtare? Kjo varet sipas rrethonave të rastit. Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik ka përcaktuar se zyrtari sipas rastit dhe rrethonave ndërmerr mosa të ndryshme, siç janë transferon interesin privat dhe të drejtat në drejtimin e ndërmarrjes ashtu siç rregullohet me nenin 15 të ligjit në fjalë, merr mosa për vetë përjashtimin ose përjashtimin paraprak nga procesi i vendimarrjes, diskutimit dhe votimit të çështjes në konflikt, me përjashtim të rasteve të përcaktuara shprehimish me ligj, jep dorëheqje nga detyra, funksionet ose veprimtaritë që janë në konflikt ose janë në papajtueshmëri me funksionin e tij publik, apo dorëhiqet nga funksioni publik. Pra, mosat të cilat duhet të ndërmerren me qëllim të shmangjes së konfliktit të interesit varen sipas rrethonave të rastit, rast pas rasti, në atë mënyrë që të bëhet shmangja e konfliktit të interesit. Po ashtu, çdo udhëheqës i zyrtarit ose institucion udhëheqës duhet të merr mosat e nevojshme të përshkallëzuara dhe proporcionale për të shmangur paraprakisht dhe në çdo rast konfliktin real ose të mundshëm të interesave për shkak të zgjedhjes, emërimit apo caktimit të detyrave ose përgjegjësive të caktuara të zyrtarit. Kështu, sipas ligjit, në rast të shfaqjes së konfliktit të interesit, duhet të ndërmirret veprimi adekuat i cili shmang konfliktin e interesit. Me rastin e shqyrtimit të mosave që duhet ndërmarrë për shmangjen e konfliktit të interesit, synimi përfundimtar duhet të jetë shmangja e konfliktit të interesit. Përkatësisht, mos vendimarrja në një çështje zyrtare në cilën zyrtari publik apo ndonjë person i afërm i tij ka një interes privat. Pra, nuk mjafton vetëm ndërmarrja një veprimi formal, që nuk arrin këtë synim. Kjo pasi që, sipas ligjit, pavarësisht marrjes së mosave të parapara me ligj, zyrtari ose udhëheci i tij sipas hierarkisë nuk përjashtohet nga përgjegjësia kur mosat e marra nuk japin efekt në parandalimin
dhe zgjidhjen e konfliktit të interesit ose papajtueshmërive sipas këtij ligji.